Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doktori me urdhër të prerë. Asnjëherë nuk duhet të flini në anën e djathtë. Mund të vuani nga këto probleme. Megjithëse gjumi në anën e djathtë mund të jetë më i mirë për zemrën tuaj, ai gjithashtu ka disa disavantazhe. Nëse doni të dini se çfarë mund të ndodhë nëse flini në anën tuaj të djathtë çdo ditë, vazhdoni të dëgjoni këtë video deri në fund. Nëse flini në anën e djathtë, mund të ndikojë në qarkullimin tuaj të gjakut. Përveç përfitimeve të tretjes, gjumi në anën e majtë mund të ndihmojë zemrën tuaj të pompojë gjakun në mënyrë më efikase, ndërsa gjumi në anën tuaj të djathtë bën që trupi juaj të ushtrojë presion mbi enët e gjakut. Gjumi në anën tuaj të majtë mund të rrisë rrjedhjen e gjakut. Qarkullimi i duhur është çelësi për të ruajtur shëndetin dhe mirëqenien tuaj të përgjithshme dhe gjithashtu të ndihmojë në parandalimin e vet migrenës dhe venave me variçe. Mund të dëmtojë shëndetin tuaj të mëlçisë. Për shkak se mëlçia është në anën e djathtë të trupit tuaj, gjumi në anën e saj e ngarkon më shumë këto organ jetik dhe përfundimisht mund të çojë në bllokim të mëlçisë. Për të shmangur këtë, përpiquni të mos flini në anën tuaj të djathtë të paktën shpesh. Mund të përkeqësojë refluksin e acidit. Nëse jeni duke luftuar për të hequr qafe, atë ndjesi të bezdisshme të urthit, atëherë miratimi i disa ndryshimeve në stilin e jetës si veshja e rrobave të gjëra dhe zgjedhja e ushtrimeve me interes të ulët mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e simptomave. Por nëse flini vazhdimisht në anën tuaj të djathtë, mund të përkeqësoni gjendjen ekzistuese. Diçka kaq e thjeshtë sa kthimi në anën e majtë për të fjetur mund të ndihmojë në lehtësimin e ndjesisë së djegjes së gjoksit. Prandaj ky pozicion duhet të ndikojë edhe në përkeqësimin e shanseve tuaja të gjumit. Gjumi i mjaftueshëm është i nevojshëm për të na bërë të ndjeheni më mirë fizikisht dhe mendërisht. Për fat të keq, nuk mjafton thjesht të bëni disa orë gjumë çdo natë. Aty mund të jenë të mjaftueshme që rikuperimi të ndjehet në trup dhe në mendjen tonë. Mënyra se si flini mund të përcaktojë se si trupi juaj do të ndikojë ditën tjetër. Mund të ndikojë në të dyja nivelet e energjisë dhe gjërat që ndodhin brenda trupit tuaj. Por diçka është e sigurt, duhet të keni shumë kujdes kur zgjoheni në mënyrë se si flini. Nëse deri mbrëm keni fjetur në anën e djathtë të trupit, pasi keni dëgjuar këtë video, me shumë mundësi do të ndryshoni pozicionin tuaj të gjumit. Nëse her pas here vuani nga luhatit e energjisë gjatë ditës, ka shumë të ngjarë që të keni të bëni me mënyrën se si flini gjatë natës. Arsyeja mund të jetë kaq e thjeshtë të fjeturin në anën tuaj të djathtë. Në këtë video keni disa shpjegime nga ulëntuesit pse duhet të jetë një ide e mirë për të filluar të shtriheni në anën tuaj të majtë ose të flini me shpinë. Rezultatet e studimeve janë publikuar në gazetën klinike gastroenterologjike të Suedisë. Do të përmirësoni tretjen. Të shtriheni në anën e majtë e bën më të lehtë që lëngu i stomakut të rrjedhë në ezofag. Nëse jeni shtrirë në anën e majtë, tretja do të funksionojë më mirë. Nëse ndonjëherë keni probleme me stomakun tuaj, është veçanërisht e rëndësishme që të zgjidhni anën e majtë mbi atë të djathtë. Do t'i bëjë më mirë shëndetit të zemrës. Arteria më e madhe e trupit, aorta, kthehet në të majtë, gjë që do të thotë se ndikon në qarkullimin e gjakut nëse fleme në anën tonë të majtë. Nga ana tjetër, nëse flini në anën tuaj të djathtë, rezultati gjithashtu mund të jetë edhe qarkullim më i dobët i gjakut. Heqja e presionit të shpretkës. Pozicioni juaj në të majtë gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë. Shpretka gjendet gjithashtu në anën e majtë të trupit, është e ngarkuar me pastrimin e gjakut dhe largimin e mbetjeve. Fjetja në të njëjtën anë e vërtet se lehtëson punën e saj dhe nuk e pengon atë. Më e mirë për trupin tuaj në të rësi. Si rezultat i stomakut dhe pankreasit që gjenden në anën e majtë të trupit, i gjithë sistemi funksionon më mirë nëse ju e shmangni gjumin në anën tuaj të djathtë. Nëse pozicioni juaj i preferuar i gjumit është në anën e djathtë, mund të ketë disa probleme shëndetësore ose mund të mos flini mirë gjatë natës për shkak të këtij pozicioni. Përkundrazi, gjumi në anën e majtë, sipas ekspertëve, do të ofrojë gjithashtu edhe një cilësi më të mirë të shëndetit tuaj. Dhimbjet e shpinës do të lehtësohen.
Personat që vuajnë nga dhimbjet kronike të shpinës mund të qetësohen ose të fillojnë të flenë në anën e majtë, pasi ky pozicion ul presionin e shtyllës kurrizore. Përveç kësaj, kur të ndiheni më rehat, do të flini më mirë duke rritur shanset për të zgjuar plot me energji dhe më të relaksuar. Urthi do të reduktohet. Një studim i publikuar në Journal of Clinical Gastroenterology zbuloi se gjumi në anën e majtë redukton simptomat e sëmundjeve të refluksit gastroezofageal. Përsëri, kjo është për shkak të pozicionit të stomakut në anën e majtë të barkut tuaj. Lehtësimi mund të jetë i menjëhershëm nëse shtriheni dhe keni urth që qëndron në anën e majtë për 10 minuta dhe do të ndiheni më mirë. I bën më mirë shëndetit tuaj të zemrës. Mjekët rekomandojnë që gra shtatzana të flenë në anën e majtë për të përmirësuar qarkullimin e gjakut në zemër. Edhe nëse nuk jeni shtatzan ose grua, kjo sjellje largon një pjesë të presionit nga zemra, pasi graviteti ndihmon në drenazhimin limfatik dhe qarkullimin e mirë të aortës. Sistemi limfatik funksionon më mirë. Sipas mjekësisë ajurdike, gjumi në anën e majtë i lejon trupit të filtrojë më mirë lëngun limfatik dhe të mbetjet të largohen nga nyjet limfatike, pasi ana e majtë e trupit ton është ana dominuese e limfës, por kërkimet perëndimore kanë zbuluar gjithashtu se gjumi në anën e majtë mund të ndihmojë trupin të përpunojë produktet e mbeturinave në tru. Ju ndihmon me tretjen më efikase. Gjumi në anën e majtë mundëson transferimin më të lehtë të mbetjeve nga zora e hollë në zorën e trashë. Gjumi në anën e majtë gjithashtu lejon që stomaku dhe pankreasi të varen natyrshëm, duke lehtësuar kështu prodhimin e vazhdueshëm të enzimave të pankreasit dhe proceseve të tjera të tretjes. Pozicioni juaj i gjumit ka një rëndësi të veçantë në aftësinë tuaj reaguese edhe të sistemit tuaj imunitar. Nëse doni të keni një gjumë cilësor që të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj dhe të mos dëmtohet gjatë natës, atëherë sipas ekspertëve pozicioni në krahun e majtë mund të jetë një zgjidhje më e mirë për shëndetin tuaj. A i dini se pozicioni i gjumit mund të ndikojë drejt për së drejti në shëndet? Ulëntimet e fundit kanë treguar se duke fjetur në anën e majtë të trupit, do të përmirësohet funksioni njësor organesh. Në këtë video do ju njohim me përfitimet e mundshme që mund të rrjedhin në pozicionin tuaj të anës së majtë. Gjithashtu është e rëndësishme që mëlçia nuk do të mbingarkohet. Mëlçia është e vendosur në anën e djathtë të trupit dhe shtrirja në këtë anë tendos këtë organ. Të flesh në anën e majtë është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin e mirë të zemrës suaj. Ana e majtë e zemrës merr gjak nga mushkëritë dhe pompon atë në të gjithë trupin. Për këtë arsye, pozicioni i majtë mund të ndihmojë zemrën tuaj të bëjë punën e saj më lehtë dhe në mënyrë më efikase. Kur ju flini në anën tuaj të majtë, graviteti lehtëson funksionet e sistemit të qarkullimit dhe kështu do të ndikojë pozitivisht në çështjet tuaja të imunitetit. Gjumi është shumë i rëndësishëm gjithashtu për shëndetin dhe përfitimet janë të larta. Nëse e bëni si duhet, në fakt duhet të dini se ka disa pozita që ndikojnë në cilësinë e gjumit më shumë se sa të tjerat. Prandaj, hidhini një sy atyre dhe do ju ndihmojnë më shumë. Pozicioni në formën e fetusit. Pozicioni më i përhapur dhe jo pa arsye. Përveç ratjes, ky lloj pozicioni ju ndihmon të reduktoni dhimbjen e shpinës. Është perfekt gjatë periudhës së shtatzanisë dhe mbi të gjitha, redukton edhe shanset e gërritjes. Pozicioni drejt. Të flesh në njërin anë është paksa e ngjashme me pozicionin më sipër, por ndryshimet e vetme që këmbët jenë të drejta. Ky pozicion është më i mirë në reduktimin e gërritjes dhe akoma më i mirë për sistemin tuaj tretjes. Nëse vuani nga dhimbjet e mesit, pozicioni i përqafimit me jastëkun është zgjidhja perfekte për gjumin e qetë. Duke vënë në një jastëk mes këmbëve dhe një tjetër nën fytyrë, do ta keni më të lehtë edhe problemin e dhimbjeve tuaja që do të lehtësohen ndjeshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.